Shpëtim Çeliku, 48 vjeç, i cili vuan të dënimin për 25 vitesh për vrasjen e bashkëshortes së tij në Orikum, ka humbur jetën këtë të shtunë në repartin e reanimacionit në Qusut. Ai është transferuar nga Spitali i Burgjeve në Shkodër në 15 tetor, pasi gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar në djeshëm. Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve njoftoi se shkaku i vdekjes ka qenë arresti kardiak, pavarësisht trajtimit të specializuar që po merrte në Qusut. Çeliku është arrestuar 13 vite më parë, i akuzuar për një nga ngjarjet më të rënda të dhunës në familje, ku kishte goditur për vdekje bashkëshorten e tij, Manushaqe Çeliku, me mjete të forta në kokë dhe në trup. Çeliku fillimisht mohoi akuzat duke pretenduar se e kishte gjetur gruan pa jetë, por më pas pranoi autorsinë e krimit. Nga dënimi i dhënë Çelikut i kishin mbetur edhe 8 vite e 5 muaj burgim. Çifti kishte qenë i martuar prej 16 vitesh dhe ishin prindër të 3 fëmijëve, një djalë 12 vjeç dhe 2 vajzave të moshave 7 dhe 3 vjeç. Ndërkohë Manushaqe ishte në muajin e 6 të shtatzanisë dhe priste të sillte në jetë një djalë tjetër kur ngjarja tragjike ndodhi.